Do të jem kryetari i parë në rajon i cili do të formoj drejtorinë e kodimit dhe inteligjencës artificiale. Programi ynë i Partisë Guxon Lipian është i bazuar në 4 shtylla kryesore dhe në programin special për gratë. Sa i përket kulturës dhe arsimit, kemi folur për dy shkolla që do të kenë mësim tërditor, shkolla me vetëm një ndërrim, klasë të cilat duhet të jenë të pajisura me tabela smart, me televizion, pse jo dhe me printer. Kemi folur për transportin e fëmijëve që duhet është i paraparë dhe me ligj që të jetë mbi 3 kilometra të paguhet nga komuna, çerdhe në disa fshatra sepse programi është për kulturë dhe arsim, në ato fshatra ku mungojnë përfshirja e psikologëve dhe logopedëve në shkolla, në ato shkolla ku ka më shumë se 700 nxënës, për shkak se ka rast që në komunën e Lipianit një psikolog punon në 2-3 shkolla, në pamundësi, klubet e reja të judës, boksit, karates, klubet e reja të futbollit, të cilat kryetari i ka shu, nga Superliga kanë kaluar në ligën e tretë dhe arsyet mbase i dinë të gjithë qytetarët e Lipianit. Shkollat e reja të modernizuara, të cilat do të jenë, siç e thash edhe më lart, me vetëm një ndrim, kabinete të biologjisë, kimikës dhe fizikës, matematikës, për IT dhe për inteligjencë artificiale. E kam thënë disa herë se do të jem kryetari i parë në rajon i cili do të formoj drejtorinë e kodimit dhe inteligjencës artificiale. Në programin për bujqësi dhe shëndetësi kemi parapar një reformë të thellë në shëndetësi, pasi se sistemi shëndetësor në Lipian është në gjendje katastrofale, nëse mund të them. Kemi parapar qendrën satelit për pacient me hemodializë, pasi që ajo mungon ose është gjysmake. Është fushata për edukimin shëndetësor për njerëzit me diabet, tension, një mjek i cili do të jetë i përgjedhur familjar, pastaj subvencionet në bujqësi, në subvencionimin sidomos të qumshtit për fermerët tonë, në infrastrukturë kemi parapar rrethin e parë, unazën e parë të qytetit, pastaj zhvendosjen e stacionit